Pas deklaratës së bujshme të gazetarit Elton Tozaj, ku aludoi se Francesca Murati është kthyer në Shqipëri për dashnorin dhe jo për diellin apo rërën, nuk ka vonuar edhe reagimi i vet i zhvanores së Big Brother VIP 3. Në një video të postuar në Instagram, Francesca ka lënë një koment mjaft të ashpër dhe të drejtë për drejtë duke mos i kursyer ironit dhe akuzën ndaj gazetarit për shpifje. Keni byth me folat, herë hajdeni me fakte. Se me fole me mashtru dalin të gjithë në televizion dhe themi mashtrime për me marrë pak vëmendje, por s'keni qa me nxjerr se jeni shpifësira që vetëm dini me shpif mashtrime, se s'keni këllqe me u marrë me lajme të vërteta. Ky koment ka tërhequr menjëherë vëmendjen e qindra ndjekësve, duke u shoqëruar me pëlqime dhe debate të shumta midis atyre që mbështesin Franceskën për reagimin e saj të prerë dhe atyre që vazhdojnë të mbrojnë qëndrimin e gazetarit. Duket se kjo përplasje sapo ka hapur një kapitull të ri në media të rozë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.